Një shpërthim i fuqishëm është regjistruar rreth orës 3 të mëngjesit të së shtunës në fshatin Rrill të Lezhës. Lënda plasë u vendos në derën e një banese dykaqe në pronësi të shtetasit Mirashi. Në momentin e shpërthimit çifti bashkëshortëve ka qenë brenda shtëpisë, por fatmirësisht nuk pati persona të lënduar, vetëm dëme materiale. Në orën 3:10 natës më kanë vënë dinamitin te dera. Kanë rrezikuar jetën edhe familjes, asgjë më tepër, s'di për më tepër. Mos e provoft kush. Mos i nollt më, inshallah jam unë i funit. Lusë Zotin ti jam unë i funit. Gjitha pajisjet e gjanat me derë blindume, gjitha i kanë hill nerë. Derën si për e tjegullat lartë e komplet gjanat. Nuk më shkon menja të kurkush, të kurknja. Unë për natë rri me shok, dalë veç që është jasë i gjanë, humor. Nuk keni konflikt? Jo, se kam le. Nuk e di ku ta qoj menën, se kush anë shtaj që... Nuk kena probleme, zero. I baj thiri gjithë kuj që mos të merren me njerëz, me moshë time që jam në pension e me tjerë. As me kërken, as me tri, as me kurkan, se kanë hallë njerëzit. Banesa nuk kishte kamera sigurie, por grupi hetimor po analizon pamjet e kamerave të tjera në zonë që mund të ndihmojnë në zbardhjen e ngjarjes. Paralelisht po punohet për përcaktimin e sasisë dhe llojit të lëndës plasëse të vendosur në banesë. Ky është rasti i dytë në harkun kohor të 2 javëve që në zonën e Rrilës vendoset lëndë plasëse në një banesë. Më herët një shpërthim i ngjashëm u regjistrua në banesën e Tom Çungut, që jetonte në Itali. Edhe kjo ngjarje mbetet e pazbardhur. Grupi hetimor në ndërtimin e prokurorisë bën me dije se po i vijon hetimet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, dokumentimin ligjor të saj, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorit apo autorëve.